Është mbledhur kuvendi kombëtar i protestës, ku aty janë hedhur disa ide se si do procedohet më tej lidhur me mënyrën se si le të themi gjithë fuqia e kësaj proteste të përkthehet në një produkt konkret. Për folur mbi këtë hap të protestës dhe në fakt ka pasur edhe përplasje mes tyre në kuvendin kombëtar, kam të ftuar në një lidhje direkte Grit Roy, pedagog në Universitetin CUNY në New York. Zoti Roy, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi. Zoti Roy, si e pat mbledhjen e kuvendit kombëtar dhe çfarë vu të re gjatë atij kuvendi? Unë mendoj që protesta është në një fazë shumë delikate. Pa ta shkruar para disa kohësh që duhej shndërruar në një lëvizje, mirë po që të shndërrohet në një lëvizje duhet një ide e qartë, një ideologji e qartë, dhe vetëm ideologji që i shpëton shqiptarët sot është ideologjia kombëtariste dhe idea e shtetkombit. Në protest ka shumë grupe dhe grupime të ndryshme, të cilat kanë interesa të ndryshëm, disa prej tyre janë të lidhur edhe me parinë e Tiranës. Ka dhe grupe të tjera të cilat punojnë për interesa të jashtme ose jashtë ides kombëtare shqiptare. E megjithatë, thirrja e një kuvendi në atë lloj mënyre është në rastin më të mirë një ide naive, një kuvend i cili do të kishte lindur nga një vije qartë ideologjike, nga një vazhdimësi e protestës në linja të qarta, në baza të qarta, do kishte qenë më i pranueshëm, e në çdo rast është një mjet i cili nuk i lëviz as qimet Parisë së Tiranës, sepse mënyrat e kontrollit të Parisë Tiranës, edhe brenda dhe jashtë protestës, janë aq të sofistikuara, aq të mëdha, saqë tani Paria ka dhe një arsye tjetër për të tallur me protestën, që nuk duhet ta kishte. Atëherë, cila duhet të ishte alternativa? Alternativa në këtë moment është protesta duhet vazhdoj pa asnjë ndalim. Pash dje një nga të ashtu quajturit drejtues të protestës, koordinator, i cili e ka mikrofonin më të madh se sa të tjerët, i cili me shumë vetë kënaqësi thonte që protesta nuk do të ndalet derisa të rrëzohet Edi Rama, dhe ky është limiti kryesor i protestës. Protesta, nëse protestuesit ose nëse ata që i drejtojnë protestuesit, se unë kam bindje që shqiptarët e kanë kuptuar shumë më thellë çështjen. Nëse ata që i drejtojnë protestuesit, nga i cili doli ky kuvend, ku u futën edhe Laraska, edhe njerëz të cilët kanë punuar gjatë gjithë këtyre viteve me parinë e Tiranës dhe kanë shërbyer si valvula shfryrje të tensionit, ose dhe njerëz që kanë dështuar në jetë dhe tani nuk duan asgjë tjetër përveç se të marrin diçka nga kjo jetë sepse mendojnë se ju takon. Të gjitha këto janë shumë të thjeshta për tu eliminuar nga paria e Tiranës. Atë që paria e Tiranës nuk mund ta eliminojë dot është shpirti i protestës, dhe nëse thuhet që derisa të zbresë Edi Rama ne do jemi në shesh, kjo i jep Paris një dalje shumë të qartë. Pra, nëse objektivi final është rënja e Edi Ramës, atëherë Edi Rama dhe mund të bjerë dhe Paria do të riciklojë pushtetin e vet dhe asgjë nuk do ndryshojë për shqiptarët. Ky është shansi i fundit që ka rinia shqiptare për të përmbysur, për të revoltuar, për të përmbysur këtë regjim diktatorial, tek i cili kanë dorë të gjithë aktorët dhe lojtarët e Parisë së Tiranës. Pa u kuptuar kjo nga ata ashtu quajturit drejtues e koordinues, të cilët e shpallin kuvendin, pastaj thonë jo, nuk e kemi shpallur, po thjesht kemi marrë firmat, e disa gjëra që zakonisht mësohen në klasë 7 ose 8 të shkollës fillore. Nëse nuk e kuptojnë këtë, që ata duhet vihin në shërbim të kësaj çështje, të thyerjes së një sistemi i cili i ka tentakulat shumë thellë edhe brenda protestës, atëherë ai grup drejtues vetëm se sa tregon cektësinë e vet. Unë mendoj që populli shqiptar e ka tejkaluar, unë jam paksa optimist nga natyra, e ka tejkaluar këtë fazë, e kupton në thellësitë vetdijes vet që kjo nuk është gjëja që mjafton, duhet kaluar në akte të tjera, dhe siç e kam thënë në një video të podcastit tim para një dite, duhet kaluar në metodat e një bojkoti shoqëror, të një revolte qytetare, shoqërore, e cila shkallë, pjesë, të minoj për dite më tepër, derisa t'ia rrëzoj tërësisht legjitimitetin Parisë Tiranës.
Zoti Roy, si e ke parë protestën në kohët e fundit? A ka pasur tentativa që kjo protestë të shuhet dhe sa mendoni që kjo protestë mund t'ja dalë që t'i rezistojë edhe ndërhyrjeve që mund të ketë qoftë nga pushteti që është në, po themi, në vendimmarrje, po qoftë edhe nga pushteti i opozitës? Pikës pari duhet të them një diçka që unë si pro-shqiptar, si dashurues i popullit tim, jam i detyruar nga pikpamja sentimentale, nga pikpamja e ndjenjave, të besoj se populli shqiptar din më shumë se sa kaq, ka kuptuar më shumë se sa kaq dhe do të veprojë me mençuri në të ardhmen e afërt. Por nga pikpamja e gjykimit analitik, protesta është vërtet e rrezikuar, dhe kjo nuk duhet ndodh, siç e thash, shansi i fundit i shqiptarëve duhet kapet, sepse skllavërimi i këtyre brezave, skllavërimi të gjithë atyre që ndjejnë veten sot shumë rehat, që kanë nga një shtëpi, që kanë nga një shtëpi të dytë, që shkojnë 3-4 herë me pushime, që ndonjë lek e kanë fshehur poshtë dyshekut, sigurisht në euro, sepse leku tani më pavarësisht që e mban të fortë me dhunë qeveria dhe Banka e Shqipërisë, nuk e ka më vlerën e duhur për ta. Shumë prej tyre i kanë nxjerrë parat jashtë dhe ndjehen të sigurt, por pikërisht atyre kjo valë e re skllavërimi, ky shqiptarizim i vendit, ardhja e padronëve të ri në Shqipëri, të cilët do t'i detyrojnë shqiptarët që publikisht të shpallin besnikërinë e tyre ndaj padronëve, ndaj çështjeve të tyre dhe jo më ndaj shqiptarisë, si çështja kryesore e shqiptarëve, kjo do t'i prek të gjithë, do të prek pikërisht ata të cilët mendojnë se e kanë hedhur lumin, se në çdo rast, edhe në pushtet, edhe në opozit, do të kalojnë, do të ecin diku dhe do t'ja hedhin edhe kësaj here siç e kanë hedhur gjithmonë. Unë besoj që kjo është një pikë kyçe pikërisht për këtë fakt. Tani, si mendojnë që duhet shkoj protesta apo a ka një zbehje të saj, sigurisht që kush e ka bërë këtë protestë, ata që ja hodhën në treg këtë protestë për arsyet e tyre, fillimisht, menduan se shqiptarët do të kontrolloheshin dhe do të manipuloheshin kollaj. Mirë, po ju ka dalë për momentin loja nga dora. Nuk ka më manipulim të shqiptarëve, sepse shqiptarëve ju ka ardhur majt hundës. Dhe ideja që me verën njerëzit do të veniten, njerëzit do të shkojnë me pushime, që studentët nuk janë më nëpër auditore, të gjitha këto janë reale, por nuk e kanë deri më sot, nuk e kanë vdekur protestën. Pra detyra themelore e parë, imediate, e gjithë secilit prej nesh, përtej këtyre që thash për koordinuesit e protestës, disa prej cilëve janë realisht qëllim mirë, por nuk e kuptojnë sa të paditur janë në këto punë. Pra detyra jone të gjithëve bashkë, edhe atyre që nuk e kuptojnë se si duhet bërë rruga e duhur, është që në de minimis, pra në rastin minimal, të mbahet protesta gjallë. Kjo protestë është protestë e shpirtit shqiptar. Duhet të vazhdoj shumë për te rënjes e Edi Ramës. Rënja e Edi Ramës ose dorëheqja e tij është një objektiv që e shuan protestën. Nuk është objektiv fundor, është objektiv fillestar. Rënja e tij është sine qua non, kushti për të vazhduar më tej. Është kushti për të filluar shkatërrimin pjesë të gjithë mekanizmave të këtij sistemi kriminal hajnor që i ka vënë lakun fyt shqiptarëve, që ka sjell treçeregat e botës po vinë, po vërshojnë në Shqipëri për t'i mbajtur ata sklever dhe shqiptarët i degdis jashtë Shqipërisë. Mos harroni që nëse kjo protestë dështon, nëse paria arrin të gjej anën kësaj proteste, duke u tallur me të, duke i bërë njerëzit të friksuar, duke hequr limfën me anë të atyre partiçkave të vogla që dalin me intervista live apo që marrin firma në për gjithë qytetet e Shqipërisë, nëse paria i arrin kësaj, një pjesë e konsiderueshme e atyre që mbështesin protestën nuk do të kenë zgjedhje tjetër veç se të largohen. Dhe kjo shifrat variojnë, mund të jenë 300, 400, 500, mund të jetë edhe deri në 700.000 vetë që mund të ikin nga Shqipëria sepse nuk do ta gjejnë më veten nën padronin e ri si sklever, janë pikërisht këta që mendojnë se mund edhe t'ja hedhin dhe këtyre do t'ju bjerë radha që të largohen dhe do të zëvendësohen me Bangladesha, Sirian, Afrikan, të gjitha llojeve të ndryshme të cilët i sheh sot nëpër Shqipëri që bëjnë punët që dikur i bënin shqiptarët. Pra, ky është rreziku kryesor dhe këtij rreziku duhet
duhet t'i largohemi duke qenë konsistent, duke qenë qëndrueshëm në një protestë kundër Parisë së Tiranës, kundër të gjitha tyre bashk, kundër sistemit të tyre, sepse pa u hequr ai sistem nuk ka zgjidhje për shqiptarët. Zgjidhja e dytë dhe e vetme për kundër kësaj është të pranojmë skllavërimin. Nëse ata duan ta pranojnë, ata njerëz që janë shesh duan ta pranojnë skllavërimin, le t'i ndjekin këto kuvendet dhe gjërat që me demek bëjnë organizime. Çështja nuk ka më të bëjë me organizimin, kjo është çështje e ndjesisë së brendshme të gjithë secilit individ. Njerëzit e thjesht, familjarët, emigrantët që kthehen në Shqipëri këto 2 muaj, megjithëse është paksuar shumë numri, duhet të dalin protestë. Duhet ta mbajnë protestën gjallë deri në vjesht, kur të rikthehen studentët, kur të ketë mundësi që të bëhen hapa të mëtejshëm për shkallëzues të kësaj proteste që do ta vendosnin Parin në një pozicion jashtëzakonisht shumë të pavolitshëm. Kjo është strategjia që ata në Tiranë pyesin po nuk duan ta ndjekin. Ja pra, po e them publikisht, strategjia është hap pas hapi, delegjitimimi i secilës hallk të sistemit kriminal dhe hajnor të kësaj parie, duke u hedhur në greva, duke bojkotuar shërbimet ndaj Parisë Tiranës, duke ja bërë të vështirë jetesën dhe duke mos e nxjerr fitimin më ata. Sepse nëse bllokohet një ditë sistemi i OSHA-s, nëse nuk paguhen më dritat, nëse nuk paguhen më qerat për një muaj në shenjë proteste ndaj regjimit, atëherë fillon dhe komplikohet, ndërlikohet puna për Parinë e Tiranës. Për sa kohë që kanë të bëjnë me kuvende të tilla ku treqarekët janë vegla dhe të tjerët mendojnë se dinë më shumë se sa dinë, ja i bëjnë vetes me sy, të gjitha këto për Parinë e Tiranës janë lecka. Nuk e kanë fare probleme. Edi Rama luan me 375 porta. Edi Rama mori një antisemit dhe sollin mes Tiranës për të luajtur me 43 porta të tjera. Pra, sofistikimi i Parisë Tiranës është i tillë, saqë nëse kanë të bëjnë me kësi njerëzish totalisht jashtë loje nga ana profesionale, do ta kenë shumë kollaj. Kontrollohet shumë kollaj. Por Paria e Tiranës i ka ndeshur gozhda në sharran gozhd, sepse aty brenda ka shumë interesa të tjera, të cilat nuk ka arritur dot t'i manipulojë deri më sot, dhe ky është shansi i shqiptarëve. Shansi i shqiptarëve është që të mos ndalen në asnjë moment, asnjë ditë, as në Shqipëri dhe as në diasporë. Se është detyrim edhe i diasporës. Diaspora është gjysma e kombit shqiptar. Diaspora duhet t'tregojë që është e ndërgjegjshme. Duhet dalë në përmarshime afër ambasadave dhe konsullatave çdo ditë. Çdo ditë, pa u ndalur asnjë ditë. Le t'i bëjnë pastaj mitingjet ku njerëzit shprehin urrëtien e tyre një herë në javë, edhe emigrantët, nuk ka asnjë të keqe ajo, le t'i marrin lejet nëpër polici e të tjera. Por çdo ditë i duhet treguar Parisë Tiranës që nuk është më e pranuar, i duhet treguar edhe të huajve që shqiptarët nuk e pranojnë më këtë. Shqiptarët nuk janë një popull që shiten për kaq pak, siç mendojnë disa. Gridi fakt është artikuluar mjaft teza që ka një plan për shpërpullimin e Shqipërisë. Besoni që ka një plan të tillë? Shiko, Guri, ju po e quheni tezë, kurse unë e quaj realitet. Nuk është më tezë. Nëse themi tezë, atëherë vëm në dyshim një diçka që e shohim me sy, që e ndjejmë për ditë. Unë isha në Shqipëri për disa javë dhe pash me sytë e mi që shumica e madhe qyteteve janë të shpopulluar. Po dalësh pak në rrethinat e Beratit duke shkuar për në Çorovod, nuk gjen frym njeriu. Gjen lokale, gjen gjëra të bukura, gjen ferma, po nuk gjen, po frym njeriu nuk sheh. Në qytetet tjera të Shqipërisë ke një shpopullim të frikshëm. Dhe çdo biznesmen i mesëm në Shqipëri ka vetëm një ankesë kryesore. Përveç të tjerave, ka ankesa sa duash, se nuk funksionon asgjë, po nuk që i lidhur me Parinë e Tiranës, por ankesa kryesore që ka shpirti sipërmarrës në Shqipëri është që nuk ka punonjës. Nuk ka më njerëz, edhe ata që janë nuk janë të specializuar. Kush është i specializuar ikën jashtë dhe ke të bësh me njerëz që janë mbeten njerëzit më paserioz, të cilët kanë ngritur çmimet në qiell, sepse normalisht nuk ka të tjerë dhe nuk ke ku përplas kokën. Ke të bësh me njerëz që nuk mbajnë as premtime, as fjalë, as orare, as takime, nëse lën të premten ai vjen të hënën dhe thotë isha diku nga Berati të premten, kështu që s'erdha dot, pavarësisht se e kishte lënë me ty. E shumë gjëra të tilla me të cilët njerëzit përballen për ditë. Përveç faktit që shteti merret
më shumë me punët e krimit se sa me punët e shqiptarëve. Shteti është i kapur nga Sindikata Ndërkombëtare e Krimit, i shërben më shumë padronëve të rinj se sa i shërben shqiptarëve. Këtu pra çdo gjë, çdo fakt, çdo faktor është kthyer kundër nesh. Dhe nëse nuk ka revolt tani, atëherë nuk mund të ketë nuk ka asgjë që i bie përsipër kësaj. Revolta qytetare duhet të jetë e vazhdueshme. Revolta qytetare duhet të jetë e përditshme, duhet ushqyer nga të gjithë njerëzit, nga familjarët, nga mësuesët, nga profesionistët e vegjël, nga ata që punojnë për OIQ. Mos merren tani kanë dalë gjysma e tyre me garush dhe në brez duke bërë sikur po kundërshtojnë ligje e gjëra të tilla. Jo, le të merren me këtë gjë që është kryesore. Se po t'ishte që të bënin oponencë reale, duhet ta bënin këto 35 vite dhe nuk e kanë bërë. Kanë marrë të gjithë paratë e Paris Tiranës, të gjithë aktorëve të ndryshëm, të gjithë lozhave të ndryshme, të gjithë kujtdo që ka hyrë në Shqipëri dhe me aq e kanë shitur veten. Tani nëse duan të ndryshojnë rrugë, le t'i thonë popullit vërtetën. T'i thonë të gjithë shqiptarëve, dilni, rebelohuni, mos e pranoni, dilni kundër, mos bëni ato që duhen bërë, bojkotojeni ligjin, bojkotojeni të gjitha në mënyrë që zëri juaj dëgjohet. Nuk ka shans tjetër. Ky është shansi i fundit. Nëse ka një plan për shpopullimin e Shqipërisë, a mund të jetë një plan i po themi izoluar, pra vetëm që mund ta zbatoj vetëm krerët tanë të Shqipërisë, pra të shtetit, apo mund të jetë edhe një plan më gjerë se sa po themi kryeministri, presidenti që mund të jenë përfshirë. Pra si e shikoni këtë lloj faktor të shpopullimit dhe apo janë faktor të ndryshëm që siç ndodh edhe vende të ndryshme që shumë po themi shtetas shkojnë në një vend tjetër për një jetë më të mirë. Pra, sepse për ta sqaruar pak më shumë, akuzat janë që këtu ka një plan shpopullimit të shqiptarëve për t'i zëvendësuar me shtetas të tjerë. Pikës pare njëherë ju po ripërtypni tezat që nxjerr për ditë në televizor, propaganda e shfrenuar e kryeministrit, e duqes së Surrelit, siç e quaj unë, dhe tani ka sjell mbrapsht dhe ka rikthyer në zyrën e vet edhe fugën. Pra këto janë gjitha taktikat që përdor Paria e Tiranës në rrjetet sociale me mënyra jashtëzakonisht shumë sofistikuara për të mbjellë mendime në mendjet e njerëzve. Mos bini pre këtyre. Ne nuk na intereson aq shumë. Njerëzisht po, më interesojnë vuajtjet e popullsisë në Gaza, por unë e kam hallin tek shqiptarët. Më interesojnë edhe vuajtjet e popullsisë në Republikën Dominikane të Kongos, për cilën nuk shqetësohet njeri, po si njeri e di që atje vdesin miliona njerëz, ka një luftë që vazhdon për burime natyrore, është një popullsi e varfër etj. Po të hym nga ana morale dhe etike, më vjen keq mua për Republikën Dominikane të Kongos dhe për popullsinë që vuan atje, por nuk e kam hall për primar. Problemin primar që duhet kemi në shqiptarët, primar, sekondar, terciar, të gjitha llojeve të ndryshme, duhet të jetë fati i shqiptarëve. Kjo më intereson mua, kjo duhet na interesojë ne, dhe sepse jemi në rrezik ne shqiptarët. Përpara çdo gjëje tjetër, përpara çdo lloj arsyetimi tjetër etik ose moral, unë vej fatin e shqiptarëve. Pra, ne nuk kemi punë me botën, nuk kemi punë me agjendat ndërkombëtare, le ta lëm duqes Surrelin kur të iki nga burgu, ndoshta mund edhe të merret me agjendën ndërkombëtare të zgjidh hallët e botës, por për momentin ai është duke vendosur një agjend të tillë në zbatim, duke e zbatuar rigorozisht një agjend të tillë në Shqipëri. Dhe kjo është dora e Paris së Tiranës në bashkëpunim me aktorë të Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, me aktorë të cilët kanë shitur me nderen të gjithë shoqatave, lozhave të ndryshme të botës, që dalin sot, disa prej tyre dalin sot edhe nëpër protesta dhe bëjnë sikur janë njerëzit që e duan Shqipërinë më shumë se sa gjithçka tjetër. Të gjithë këta janë fajtorët, të gjithë këta pa ndëshkimin e tyre nuk bie sistemi, pra duhet ndëshkim. Ndëshkim jo në kuptimin fizik të fjalës, se nuk ka nevojë të jemi sadist, por duhet ndëshkuar mënyra e sjelljes. Duhet ndëshkuar ajo që ata kanë bërë gjatë tyre 35 viteve. Duhet ndëshkuar mënyra se si ata janë pasuruar. Ju duhen sekuestruar dhe konfiskuar pasuritë të tyre. Duhet rikthyer ekonomia në një bosh kombëtar. Duhet rikthyer shoqëria në kufit e normalitetit, sepse ne sot si shoqëri jemi në një marrëzi totale kolektive.
Ne mendojmë sikur të jemi të marrë të gjithë bashkë dhe i kruajmë kurrizin njëri tjetrit në marrëzin tonë. Kjo është një gjendje në Shqipëri e cila pastaj pasqyrohet në një dëshpërim të thellë, e cila nuk mund të vazhdojë. Nuk ka rrugë tjetër, nuk di se si ta them në mënyrë tjetër. Të gjitha çfarë thuhen janë të gjitha kot. Kjo rrugë nuk mundet të vazhdojë. Nëse do vazhdohet kjo rrugë, Shqipëria nuk ka të ardhme, Shqipëria do të shpopullohet, do të rizëvendësohet dhe do të rifillojë me një popullsi tjetër me mënyra tjera etj. Nuk ka zgjidhje tjetër. Zgjidhja është o sot do ndahemi me këtë rrugë, ose pastaj do rrim, do flasim dhe do analizojmë se si paria bëri këtë, se çfarë pati protesta, se si kuvendi e minoi këtë punë, e do të merremi me gjëra të vogla, cilat nuk janë shumë të rëndësishme. Siç e thash, ai kuvendi është një përpjekje as një çerek profesionale, kushdo që e shef nga pikpamja se si u bë, si organizohet, cilat janë objektivat e paqarta, kush janë njerëzit aty brenda, është për të qeshur. Nuk e vret parinë e Tiranës fare, përkundrazi, kanë çuar njerëzit aty brenda, nuk mendoj që ju intereson shumë edhe ta minojnë, sepse sa më shumë që të vazhdojë kjo lloj rruge drejt budallallëkut, sepse është budallallëk me brirë. Më falni pak për arrogancën, po duhen thënë këto gjëra, sepse pastaj ngelin pa thënë dhe thon njerëzit që nuk na i tha kush. Është budallallëk me brirë dhe kjo rrugë drejt budallallëkut me brirë, vetëm se ja lehtëson rrugën Paris Tiranës. Edi Rama me këta luan me peta, siç kanë pas luajtur gocat dikur. Kriti në fakt, Elisa Spiropali doli në një prononcim për media duke theksuar se Shqipëria ka nevojë për një marrëveshje të re dhe bëri të qartë që ka dërguar, po themi, në Partinë Socialiste, në kryesinë e Partisë Socialiste, edhe dokumentin që duhet të bazuar për të ndryshuar, po themi, gjithë mënyrën se si funksionon Partia Socialiste. Si e shikoni këtë lëvizje të Spiropalit, apo dhe këtu duhet të dyshojmë që është një zhvillim në, po themi, favor të zotit Rama? Shiko, Shqipëria nuk kontrollohet nga Edi Rama. Shqipëria kontrollohet nga një dorë e fshehtë që funksionon nën Edi Ramën, që del nga ish sigurimi i shtetit, të cilët janë ende në jetë një pjesë e mirë e tyre, djemt dhe niprit e tyre janë gjithë në pozicione kyçe, pra nuk kemi të bëjmë thjesht me personazh që është gjysmë skizofren, me kartel që në rinit vet, e që edhe bota e di se kush është me çështje të hapura gjyqësore në 4 shtetet ndryshme e të tjera. Nuk është thjesht Edi Rama problemi, prandaj unë fillim thash që kushdo që thot kur të bjerë Edi Rama është i kontrolluar nga dikush tjetër ose është budalla. Sepse Shqipëri nuk e kontrollon Edi Rama. Shqipëria është një dorë shumë e thellë që e kontrollon dhe ajo dorë gjithsesi është duke përgatitur, duke e ditur që legitimiteti i Edi Ramës ka rënë dhe Edi Rama është duke mbajtur me dhëmb dhe me aftësi politike makiaveliste pushtetin, është vetëm gjë që e mban pushtet, është duke përgatitur një zgjidhje alternative për parinë e Tiranës, jo për shqiptarët. Ata janë duke u përgatitur për të thënë që thela në pushtet dhe në opozit duhet ndahet ndryshe. Dhe Elisa Spiropali dhe Ditmir Bushati dhe gjithë dora e vjetër e Partisë Socialiste, e cila ka gjetur më në fund shtyllën kurrizore tani që të kundërshtoj liderin suprem apo duqen e Surrelit, e gjitha bëhet në këtë lloj vorbulle. Nuk janë më të besueshëm asnjëri për këtyre. Të gjithë çfarë janë njerëzit që kanë punuar këto 35 vjet, që kanë qenë në krye të shtetit, të gjithë kanë vjedhur ose kanë ngritur dorën për vjedhje, të gjithë e kanë pranuar vjedhjen si të pa evitueshme, të gjithë dhe nuk ju është dhimbësur fati i shqiptarëve, të gjithë kanë parë vetëm me nderën e vet dhe 4 muret e shtëpisë tyre, i kanë shumë fishuar ato, janë pasuruar sa për 7 breza, kanë vendosur pozicionin e tyre në shoqëri ashtu siç e kanë pasur në shoqërinë komuniste. Një pjesë kanë ardhur të ri, se ka dhe një pjesë që kanë ardhur në këtë tort, prandaj ajo dora e vjetër nuk ja fal Sali Berishës. Faktin që i tradhtoi edhe krijoi klanin e vet brenda kësaj, sepse ka marrë një pjesë të pushtetit, por të gjitha të tjerat janë prralla me mbret. Pra edhe kjo Elisa Spiropalit është prrall me mbret, sepse Elisa Spiropali është një nga klanet më të fuqishme në Shqipëri, që kanë vjedhur, kanë marrë, kanë dhënë tendera. Elisa Spiropalit vetëm se sa ju prek pushteti.
nuk mund të ketë legjitimitet një njerëz si Elisa Spiropali. As njerëz të tjerë, as njerëz që janë burg, si Ilir Meta apo Erion Velia, cilët i kanë duart të tyre, gishtat e tyre të shtrirë thellë në protestë, se njerëzit duhet i dinë edhe këto. Pra, nuk është çështja se kush i ka. Paria e Tiranës normalisht që do të përpiqet të kontrollojë gjithçka. Ajo që nuk mund ta kontrollojnë dot është fryma, është mendja dhe shpirti i njerëzve. Dhe unë për këtë përpiqem të luftoj bashkë me ata pak shokë dhe miq të mi, të cilët e kuptojmë lojën. Këtu është në lojë mendja dhe shpirti i njerëzve. Dhe ajo mbahet dhe fitohet vetëm duke qenë të qëndrueshëm me ideologji të qartë kombëtariste, sepse ajo është zgjidhja e vetme. Duan apo nuk duan grupi koordinues, kuvendi qesharak, çdo lloj organizimi tjetër, se ka po organizohen partira, partiçkëra, ka shumë gjëra të tjera brenda për brenda, cilave do t'ju dalë koka shumë shpejt. Të gjitha këto lloj organizimesh që kanë për qëllim të kapin nga një copë të tortës janë të gjitha në funksion të Parisë Tiranës. E vetmja zgjidhje është protest, revolt, rebelim qytetar derisa të bjerë paria. Po s'vazhdoj kjo, po nuk u bë kjo, nuk ka zgjidhje. Gridi në fakt ka pasur mjaft zhvillime, le të themi, edhe brenda Partisë Demokratike, ku u zgjodhën dhe nën kryetarë, sekretari i përgjithshëm, e përkundër nga që edhe protestuesit në fakt kërkojnë që të ketë një lloj reflektimi nga opozita, duket se edhe opozita vetë pat një riciklim të figurave të vjetra. Partia Demokratike ka vdekur, është një organizëm i vdekur, që ekziston vetëm për inerci, do të mbledh vota dhe për ca kohë, për të shpëtuar familjen Berisha, por si parti politike, si funksion ideologjik, si ide, në gjitha llojet e formave që mund të konceptohet profesionalisht një parti politike, është një parti e vdekur. Dhe thjesht ka një funksion në brenda sistemit, që është që mban peng opozitën, se sistem pa opozit nuk mund të ketë. Opozit ka edhe në diktaturën më të thellë. Pra ka njerëz që kundërshtojnë linjën e pushtetit me mënyra të ndryshme, shpeshherë nga brenda, shpeshherë nga jashtë, por rolin e opozitës e ka zaptuar Partia Demokratike, e cila bën farsa të tilla qesharake për çdo kënd, dhe tani më kam përshtypjen që as shqiptarët nuk i pranojnë. Më vjen keq për disa personazhe, disa të rinj, disa me fytyra të reja, të cilët mendojnë me mendësi shumë të vjetër. Pra, mund të jesh i ri dhe mund të kesh mbaruar mastera në të gjithë vendet më të mira të botës, po edhe të kesh lexuar edhe 700 libra, po të kanë hyrë nga një veshë, të kanë dalë nga veshë tjetër, se s'ke mekanizmin e kuptimit të qartë. Dhe shumë prej tyre që vetë promovohen ose që mendojnë se ardhmja i takon Partisë Demokratike, të re, të rinovuar, e prallat të tjera të këtij lloji, nuk kanë kapur dot thelbin e sistemit në Shqipëri. Thelbi i sistemit është që kontrollohet me dorë të hekur nga disa njerëz të caktuar, të cilët e kanë kontrolluar që në fillimet e tij këtë sistem, dhe të cilët nuk kanë përtalshuar kurrë, sepse ajo është natyra e lojës, ata janë ujq të vjetër politik. Nëse mendon dikush nga këta të rinj që doja dalë Sali Berishës, edhe atit e 21 vjeçarit, e kanë gabim, se Sali Berisha si ata ka parë me dhjetra dhe me qindra dhe me mira, i ka futur në thes, i kanë nxjerr nga thesi, dhe përsa kohë që kanë çmim, përsa kohë që arrin t'i blej, ata nuk kanë asnjë lloj vlere për të, janë lecka të hedhura, jo më larg se sa nesër. Ditët e fundit kemi pasur një përplasje mjaft të fortë të zotit Agron Çaje me disa përfaqësues Partisë Socialiste lidhur me një vilë 15 milion euro të tij në Itali. Si e ke parë këtë përplasje dhe besoni që ka akuza që bëhen vetëm për politikë, apo mund të ketë edhe, siç Partia Socialiste e cilëson, po themi, fshehje parash, pastrim parash e akuzat të tjera? Pse kjo përplasje mes dy palëve? Sepse Agron Çaje po përpiqet brenda për brenda Paris të zgjerojë thelin e vet pushtetit. Kjo është arsyeja vetme pse është në politikë Agron Çaje, për të mbrojtur biznesin dhe për të zgjeruar thelin e vet. Ashtu edhe ato partiçkat e tjera të vogla që mbledhin firma apo dalin bëjnë video nga protesta, nuk kanë asnjë lloj qëllimi për te interesit tyre të ngushtë. Kjo protestë nuk duhet i përkas dhe nuk i përket askujt. Kjo duhet të jetë revolt
qytetare, rebelim qytetar i shqiptarëve të gjitha ngjyrave, ka kohë për të marrë me politikë aktive dhe reale pasi të bjerë ky sistem, pasi të rregullohet mënyra e shtetit, pasi të kemi hyrë në kufit e një shtetkombi dhe të fillojmë të kemi një rrugë të qartë, një ideologji të qartë, ku do të shkojmë dhe si do ta bëjmë. Pastaj, më mbrapa, me institucionet e reja, me rregullat e reja, ka vend për të gjithë për të matur përpara popullit, për të matur besueshmërinë e tyre, dhe pse jo, ka shumë njerëz cilët mund t'ju besojnë atyre dhe mund të fitojnë. Po tani nuk është, kushdo që merret me politikë aktive tani, është ushunjës, është gjarpër në gjirin e popullit shqiptar, njësoj si Paria e Tiranës. Janë duke i kafshuar nga një copë mishi të smur që lëngon popullit shqiptar. Nuk kam asnjë lloj besimi, këto janë farsa mediatike, nganjëherë këto bëhen për të promovuar personin, për ta bërë opozitë me zor, sepse nuk ka besueshmëri as nga ana ideologjike dhe as nga ana vizive. Nuk mund ta di se pse kanë bërë këtë punë, ndoshta ai e ka zgjatur ndoshta pak edhe krahun më gjatë se sa i takon, dhe ata e kanë treguar si ti tregohet kulishit se ku e ka vendin. Pra ka shumë mundësira të këtij lloji, po asnjëra prej tyre nuk është që ai lufton për shqiptarët, për interesin e shqiptarëve, kundër Parisë Tiranës. Ai është pjellë e Parisë Tiranës, ai është pjesë e Parisë Tiranës, ai ka bizneset me Parinë e Tiranës, kështu që duhet të jesh gomar e gjysmë të mos e kuptosh që ai lufton për interesat e veta. Dhe në rregull, është legjitime që ai të luftojë për interesat e veta, po jo të marrë flamurin dhe të thotë që unë po punoj për shqiptarët, se nuk është duke punuar. Griti, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit ju, kënaqësia ime.